Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Do t'jemi live ditën e sotme rreth një orë në transmetim dhe fatkeqësisht edhe ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë do sjellë zërin e një gruaje, një 53 vjeçare të dhunuar dhe të braktisur nga partneri i saj. Vetëm përpara 24 orëve ne dëgjuam historinë e një tjetër zonje e cila ka prekur me komendet e saj në rrjetin social në YouTube dhe ditën e sotme për ironi të fatit një tjetër grua ka trokitur në dyert e Report TV dhe kërkon që zëri i saj të dëgjohet. Ajo kërkon që zëri i saj jo vetëm të dëgjohet, por të japi mesazhe të forta ish partnerit të saj. Është 53 vjeç, quhet Florika, është nëna e 4 fëmijëve, por fatkeqësisht ka mbetur nëna e 3 fëmijëve, sepse vetëm përpara 5 muajve ajo humbi nga kjo jetë vajzën e saj 25 vjeçare nga një sëmundje e rëndë. Sot kujdeset për të miturit e saj e vetme, ka vendosur të vi, por imazhin kërkon që ta ketë të mbuluar për shkak të paragjykimeve. Jemi një shoqëri paragjykuese dhe këtë gjë unë e ndjej shpesh në rrjetet sociale për gjithë personazhet që vinë në këtë studio. Dua ta përshëndes zonjën, përshëndetje Florika dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe juve. Paragjykohesh nga vendi ku vjen? Pa, paragjykohemi për shumë gjëra. E në fakt të paragjykosh zërin e një gruaje të dhunuar, zërin e një gruaje që sakrifikon nga mëngjesi deri në darkë, duke punuar për të ushqyer fëmijët, të paragjykosh një grua që kërkon ndihmë, ky është një paradoks me shoqërinë tonë shqiptare. Po, është shumë e vërtetë, paragjykohesh. Jemi një paragjykues për çdo gjë. Paragjykues pse le ish burin, pse e bërë këtë, pse e bërë këtë, pse dole në televizor, jemi paragjykues për çdo gjë. Për çdo hap që hedhim. Dhe është e vërtet, por fatkeqësisht ne jetojmë në këtë shoqëri dhe sigurisht një pjesë e mirë e personazheve të cilët kanë qenë në studio me mua më dhimbsen, teksa i shikoj vërdall në rrjetet sociale. Uroj që ti të kesh fat sot. Uroj të kesh fat, kështu që përpara se ne të nisim bashkë intervistën, dua t'i jap një material që gazetarja ime Erstela Malaj e ka përgatitur për këtë 53 vjeçare dhe rikthehemi në studio. Ka historitë që të ndalin frymën. Ka nëna që edhe pse janë coptuar nga dhimbja, gjejnë forcën të qëndrojnë në këmbë vetëm për fëmijët e tyre. Një prej tyre është Florika Kompula, 53 vjeçë nga Porrënjasi, një grua që ka kaluar një jetë të tërë mes dhunës, sakrificës dhe humbjes, por që ende gjen forcë të buzëqesh. Florika u martua e re, plot ëndra dhe besim se dashuria do të ishte stre e sigurt. Por jeta nuk e kurseu. Për 30 vite martesë, ajo jetoi në hijen e dhunës, frikë dhe fjalësh që nëndonin më shumë se çdo goditje. Në heshtje për hir të fëmijëve, ajo e mbante çdo plagë brenda vetes. Besonte se ndoshta një ditë gjithçka do të ndryshonte, por ajo ditë nuk erdhi kurrë. Pas 3 dekadash të mbushura me lot dhe durim, Florika mori guximin të ndahej, të largohej nga një jetë që nuk e njihte më dashurinë, por vetëm dhimbjen. Prej 6 vitesh ajo jeton e lirë, por jo e qetë. Sot ajo ka përkrah djalin dhe vajzën, të cilët janë forcë që e mbajnë gjallë, shpresë që e shtyn të vazhdojë çdo ditë. Në sytë e tyre ajo gjen arsyen për të mos u dorëzuar, edhe kur jeta i ka marrë shumë, sepse dhimbja më e madhe për këtë nënë është ajo që nuk shërohet kurrë, humbja e vajzës 25 vjeçare, e cila ndërroi jetë pas një sëmundje të rëndë në stomak. Një vajzë plot jetë, ëndër dhe dritë, që iku shumë herët, duke lënë pas një boshllëk që asgjë nuk mund ta mbush. Por ajo që e shton dhimbjen është fakti se ish bashorti, njeriu që dikur duhet të ishte mbështetje dhe baba, nuk i ka qëndruar pranë asaj dhe as fëmijëve. Asnjë ndihmë, asnjë përgjegjësi, asnjë përkujdesi për fëmijët që mbajnë mbi supe pasojat e një jete të shkatruar nga dhuna. Sot, zonja Florika vjen të tregojë historinë e saj, jo për të kërkuar mëshirë, por për të treguar të vërtetën, për të bërë zëri të gjitha grave që kanë heshtur për vite të tëra, të gjitha atyre që janë mësuar të durojnë, por që brenda tyre mbartin plagë që nuk ishte askush. Historia e saj është një kujtesë e fortë, se dhuna nuk është dashuri, se heshtja nuk është zgjidhje, dhe se çdo grua, sado e thyer, meriton të dëgjohet, të respektohet dhe të jetojë e lirë. E dashur Florika, në radhë parë dua të jap mbështellimet e mia të sinqerta për humbjen e vajzës. I veshur me të zeza nga kokat e këmba, ke vetëm 5 muaj që e ke humbur vajzën. Po, 5 muaj. 25 vjeç në kulmin e moshës.
Çfarë ndodhi me vajzën? Dua të pyes. Ajo në 10 orë, kjo që ndërrovi jetë. Në 10 orë më tha mami, nuk di e mirë, bërë analiza, pastaj çova në Elbasan, ka Elbasanin në Tiranë. 10 orë në vitit kaluar shfaqi probleme. Në 10 orë tani të 2025-s. Pastaj çova në Tiranë e bën operacion. Kurse stomaku nuk ka ngacmuar fare. Vajza me çfarë u diagnostikua? Me çfarë sëmundje në stomak? Me kancer. Me kancer dhe në 18 maj, 2 muaj nuk dola fare nga spitali. I kam ndenjur pranë, unë edhe djali, kurse i ati asë që su përgjigj fare. Kurse kështu thota, i u përgjigja, i bëra, ndërkohë nuk është përgjigjë fare për atë pjesë, asë për spital, asë për gjë fare. Asë në ditët e fundit të saj nuk qëndroi pranë? Ashtu i vinte pranë, pavarësisht se goca nuk e donte, sepse ashtu ja pat bërjati, se dhe kur i thoshe gjithmonë, ti nuk i goca ime, ti nuk i fëmija im, ti nuk i gjithmonë e shante, bullizonte, bënte. Baba i vajzën? Po pse ai të ka akuzuar ty për tradhtisë, ai thoshte të vajzës që... Po, kështu i kalonte, kështu i thoshe gocës, më nuk më thonë, i thoshe gocës. Vajzës të rritur? Po. Të ndjerës i ka thënë që nuk je vajza ime? Po, i thonte, ti nuk je vajza ime, ti e bullizonte për çdo gjë. Mbas edhe ajo stresi madh se ju shfaq, nuk e di. Ai baba pas ka lënduar rënd të bijën edhe në momentet e fundit të jetës së saj. Edhe kur e çuajnë ke shtëpia që shkonte atje me gocën e vogël, ai ma nxjerrte jashtë, thoshte ik nuk keni shtëpi këtu. Ma nxjerrte jashtë. E dhimbshme. Dhe e marr me mend se sa ke vuajtur me atë person. Unë dua të pyes dhe ta nisim rrëfimin tënd. Momenti kur ti e njohe babain e 4 fëmijëve, ke qenë re, besoj? Po, 18 vjeçë. 14 vjeç? 18 vjeç. 18 vjeçë. Ka qenë një njohje, besoj, me dashuri apo me blestëri? Po, me dashuri. Me dashuri. E ke njohur vet? Po. Ju 18, ndërsa ai? Ai 6 vjet më i madh se mua. 6 vjet. 24 në atë kohë. Ato. E mora pa dasëm pa gjë. Një vit dhe mirë dhe jo, lindi gocë e madhe, pastaj filloi dhuna psikologjike, vetëm shante, ofendonte. U bë goca 7 muaj, më mora gocën për tikur. Largoj nga banesa, më del në rrugë, edhe më thot, ktheheni thot, sepse po su kthy do vras të dyja. U ktheva, nuk guxova. Rasti ka ndodhur që në vitin e dytë të martesës. 93-shën e martuar, 96-shën ka një gocë të madhe. 3 vite le të themi martesë, ai që në vitin e 3 të martesës filloi dhunën dhe të kërcënonte. Po, në fillimi ka qenë fetëshare ofendime. Po çfarë lindi konfliktet? Të kota fare, të kota pa e menduar, nuk e di të kota fare. Mora gocën, u largova, më doli në rrugë, u ktheva, pastaj nuk guxoja më që të tikjam, linda dhe 2 kalamajt të tjerë, bën 3. Para 10 vitesh u largova prap nga banesa, vajta ke prindrit e mi, ndaja 3 muaj. Nuk i mora kalamajt, që të thojam që si mund t'jenë fëmit pa nënën e vetë. Jo se nuk i doja. I qartë. Të kuptoj, ti u largove për të treguar atij njeriu që nëna është e domosdoshme në familje, jo vetëm si një bashkëshorte, por edhe për fëmijët e vegjël. E kuptoj veprimin cilën ti ke bërë. Por ndalemi pak, e dashur Florika. Nisi dhuna psikologjike dhe më pas ai kaloi në dhunë fizike. Po. I kishte të dyja. Ishte në gjendje të dehur kur i kishte dhe i pirë dhe i kishte të dy anët. Edhe kur pinte, edhe kur jo. Se asnjëherë, sinqerisht, nuk kam arritur të kuptoj këta burra shqiptar të cilët dhunojnë bashkëshortet e tyre, qoftë fizikisht dhe psikologjikisht, sikur janë pronë e tyre dhe e konsiderojnë gruan një plaçk që me atë plaçk bëjnë çfarë të duan. E godasin, e thyejnë, e shesin, e hedhin. Nuk arri do t'i kuptoj asnjëherë këta persona. Persona të cilët mund të kenë edhe probleme të rënda psikologjike në të shkuarën e tyre dhe nuk arrin do të menaxhojnë situatën dhe kalojnë në dhunë. Sepse një njeri normal nuk mund të arrijë kur në dhunë. Sado probleme që mund të ketë familja, të gjithë kemi probleme në familje dhe kjo është më së normale, por është fjala ajo që i zgjidh gjërat dhe nuk është dajaku. Kjo është e tmerrshme dhe e pafalshme. Edhe gjithmonë me fjalë, u rrit edhe kalamaj, pastaj filloi të vej dorë dhe kalamajt.
I rrifte dhe kalamajt. Të dhunonte dhe fëmijët. Po, më si u rritë, bon 10, 12, 13 vjeç. Me fjalë filloi dhe ke kalamajt. Por dua të pyes dhe të flasim sinqerisht. Nëse në një pyetje ime do të lëndoj apo nuk do të përgjigjesh, ma bëj me shenjë dhe kalojmë në pyetjen tjetër. Jam gazetare. Këtë gjë dua ta them publikisht. Jam gazetare dhe përballë çdo personazhi do t'i pyes, do t'i bëj intervistë dhe kjo gjë do dali mediatike. Nëse askush nuk dëshiron që të flasi, nuk mund të vi edhe të marri përsipër. Zëri një grua të dëgjohet, do të marri përsipër gjithçka. Prandaj po të pyes, nëse nuk dëshiron të më përgjigjesh një pyetje, kalojmë te pyetja tjetër. Për çfarë e ke duruar një burr 30 vite të të dhunoj? Ke qëndruar 30 vite martesë me një njerëz që s'të ka dashur, një njerëz që të dhunon nuk të do, një njerëz që të dhunon nuk të respekton, nuk të konsideron bashkëshorte, nuk të konsideron nënën e fëmijëve të tij. E para vetëm Ku të shkoja? ku të veja, ku të shkoja, edhe familja ime nuk ishte që të më mbante, pavarësisht se unë nisa tiki njerë, po prapu ktheva, pastaj s'kisha thosha ku do veta, ku do përplasa, Kush do të mbaj? kush do më mbante, me Sepse kalamajt. pavarësia ekonomike e një femre je pasaj liri. Pa, vetëm nga kjo pastaj gjithmonë, edhe pse më thoshte më shko ke mami jot, më shko ke prindrit, bësh në operacion prindrit e mi, unë nuk vija fare t'i shikojam, Ishte xhelos? edhe ishte. Se përderisa të ka penguar të shkosh tek nënat e babaj, Edhe ishte xheloz, më mend një që kanë vajt ke prindrit e mi me urdhër të atia. Kanë vajtur në shtëpi, atë natë e morën telefon, thash do rike mami se është sëmur. Kanë vajtur në mëngjes në shtëpi, më ka rafur në syt të prindrit atia. Më ka rafur në syt të prindrit atia. Ish vjera dhe ish vjeri? Ata nikë për ndjese, ata nuk i A janë larguar nga kjo jetë, e qartë. Po, atë djallit ti folën. Pse i flet nusës, nusja nuk ka faj, nusja është këshu, ati i flisnin. Ka që në mbrojtjen tënde. Pa, për çdo gjë. Kur ai si reagonte? Në momentin që nëna i fliste? Për momentin natyrë nuk u kthente përgjigje. Nuk u kthente përgjigje dhe në një moment pastaj marr disa hapi, të nuk e din asnjë tani dhe dëgjojnë, edhe thash më t'jap fund jetës se nuk e Jo, çan këtë dot mos më. më thuaj. Ka arritur Ai deri më në këtë merr. pikë? Po, me merr hapit, pastaj nuk mi le që ti pisë se droshan dot më. E dashur, sinqerisht nuk dua të dëgjoj kështu fjalë të tilla në studion time, por nuk do ta mendosh këtë Nuk e gjë. din akoma, me fjalë se Po e thuaj për herë të parë, fëmijët nuk e din? nuk e din. Të them diçka? Në momentin që bëhesh nën, ti je nën dhe unë jam nën. Në momentin që ne sjellim fëmijë në jetë dhe bëhemi nëna, çfarë do lloj gjëje që të na ndodhi në jetë, ne kemi detyrim të jetojmë për ata fëmijë. I kemi sjell në jetë dhe e kemi detyrim shpirtëror, moral, të jemi pranë tyre derisa të mbushin moshën. Unë e kuptoj që në jetë mund të përballemi me sfida të mëdha, por kjo nuk do të thotë të dorëzohemi. Unë mendoj që sfidat të bëjnë më të fortë. Tek mua kështu funksionon. Po ndonjëherë Dhe nuk duhet të dorëzohesh. Dhe mos të shkoj më në mend të shkosh në ekstrem, kur Zoti të ka falur. Tani ose është gocë e vogël. Është 11 vjeçë. Dhe ajo është si drita. Është 11 vjeçë. Ajo më ka dërguar një mesazh në Instagram, kështu jemi lidhur bashk. Ka qenë vajza jote e vogël që më dërgoi një mesazh në Instagram dhe zëri i saj më preku, ku më thoshte teta Odeta, ne kemi nevojë për ndihmë dhe dua të vi në program. Po të thoshte sepse ajo vuri aparatin ke goja, ja kanë paguar vetëm 150.000 lekë dhe ajati, 1.400.000 ja kanë paguar vetë, 60.000 lekë asistencë marr. A 150.000 lekë dhe o babi tha, ka përver aparat ke goja, po duan 1.400.000, do t'i japi babi tha. Kur vajtëm atë dite, 150.000 lekë dha. Pjesën tjetër ka marrë borxh me e dhënë. Dhe të besoj për këtë pjesë. 60.000 E dashur Florika, do vazhdojmë të qëndrojmë të dyja bashkë në të studio për të folur dhe për ta dëgjuar zërin tuaj. Dua që zëri juaj sot jetë i fuqishëm në këtë studio dhe uroj që gjithçka që do shprehesh të realizohen, por amin. Dhe vërtet amin. Por fillimisht do bëjmë një shkëputje për të kaluar në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë live.
Jemi sërish bashkë live dashur miq, ku ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë, një 53 vjeçare me emrin Florika ka vendosur të vinë në studio të rrëfejë jetën e saj të vështirë, dhunën barbare të ushtruar nga babai i fëmijëve për 30 vite martesë. E dashur Florika, teksa ishte reklama ne të dyja po flisnim dhe sinqerisht çdo fjalë jotja më prek dhe më bën të ndihem keq. Jetove 30 vite dhe në këto 30 vite tentove shumë herë të ikje. Herën e parë që ike, ai të kapi në rrugë dhe të tha të kërcënoj, ktheu, nëse do largohesh do të vras, dhe ti u ktheve. Ju nënshtrove fatit tënd, le ta quajmë kështu. Por pas 10 viteve ku kishe sjellë një jetë edhe fëmijë të tjerë, ai nuk u ndryshoi. Fare, akoma sa vinte dhe akoma më shumë shante, ofendonte, vinte dorë, edhe çdo gjë ja bëja vetë, se ishim në fshat. Çdo gjë ja bëja vetë. Atë më fjalë ish burrit. Ai prapë e gjinte atë, do shante, do ofendonte, do vinte dorë me mua, me kalamajt. Ai ka dhunuar dhe fëmijët? Po. Ka dhunuar, ja, goca është, e ma men, goca është 11 vjeçe. Plus të tjerët, po goca një. Ti nuk guxove asnjëherë të shkoje në polici e ta denoncoje? Ja. As në policie dhe as familjes time nuk u pata thënë gjë. E mbajmë gjithmonë në veta. Por pse dënove veten tënde kaq shumë të vuaje për vite të tëra dhe mos të flisje për atë që po të ndodhte, dhunën e ushtruar? Po thosha, po mase do ndryshoj prapë, mase do ndryshoj, po njëjtë gjë, derisa nuk vajti nuk ku s'bajt më, nuk dorësha ndot më. Ti një besoje që ai do ndryshonte, por në momente qetësie, le të themi në familje, kur ti komunikoje me të, ai kërkonte falje, Nuk kërkonte fare. Ai mendonte se bënte gjën e duhur. Po, edhe të dhunosh gruan dhe fëmijët është gjë e duhur, tregon që je burr. Ashtu mendonte ai, që të pjesë që thua ti. Njëherë parë se largohem, ka marrë vllana aty në telefon. Ish kunati, sepse kur jam larguar para 10 vitesh, që s'kishte ardhur në jetë kjo gocë e vogël, edhe më thoshin jo i ku për kështu, jo i ku për ndaj, para gjykimet tona. Ti u largove për te prindrit, sepse nuk po duroje do të më jetesën me atë burr, dhe familjarët e ti mendoni që ti kishe ikur me një tjetër. Para gjykonin, jo iku se do... Para gjykimet atyre. Kur vuri dorë prap, ishte goca 3 vjeçe, e marrë në telefon. Ish kunatin, i kam thënë foli të vllaj, se herën e parë më keni paragjykuar. Foli, çfarë ka me mu me kalamajt. E kam pritur që kur erdhi aty në fshatin ton, nuk reagove fare, as me mua, as me vllan. Ndeja dhe sa muj, pastaj mora gocën e vogël dhe ika. Nuk kisha mbruk. Kur ike për herë të dytë, pas 10 viteve. Su ktheva më. Që të paragjykuan dhe të thanë që iku u largua, la fëmijët. Për çfarë u ktheve? Se ti shumë mirë, u largove, mund të detosh gjykatës. Për hetër fëmijëve. Ishte ai që të kërkoj të ktheheshe? Ishan vetë prapun, që kanë vajtur për kalamajt. Ai nuk të kërkoj të kthehesh? Jo, edhe kur kam shkuar, i kam thënë, kur jam larguar për së dytë herë, i kam thënë, unë nëse do largohem prap nga banesa, unë nuk kthehem më. Se i ka një u kthyesh, ti vetë ike, vetë erdhe. Përgjigjja atia, vetë u largoha dhe vetë erdhe, me fjalë që nuk të kërkova. Ka qenë përgjigjja atia. Kur e mësoi familja jote që ti po dhunoheshe nga bashorti? Ase mushi vitin që i ka dhe su ktheva më. Me fjalë. Përpara se të divorcohesh? Po. Aty ke 2019. Askush nuk e kishte kuptuar në familjen tënde që ti nuk ishe e lumtur me atë burr? Fare, se nuk e jepshin veten. Fare. Nuk kuptoshin fare. Tash Florika, ti gjeje forcën që dhimbjen ta ktheje në gëzim kur vije tek nëna dhe babai, të fshije lotot dhe të qeshje, dhe nuk gjeje dot forcën që të tregoje të vërtetën, vetëm nga e vërteta mos të kesh frikë kurrë. Ne nuk mundshëm. Nuk e di, nuk mundshëm, isha shumë e ndrojtur, nuk e di. Kam bërë gabim, edhe të gjithë këto që janë si puna ime bëjnë gabim që heshtin. Duhet të flasin. Momenti kur ti u shpreve në familje... Unë vetëm kur i kam vajtur mamit, se me vëllezërit fola vetëm kur i kam vajtur mamit ke shtëpia që nuk i kime.
Si reagoj? U shokua? U shoku fare ngeli kështu. Ata të mbështetën? Më mbështetën. Ti sot e kësaj dite jeton tek prindit? Ke prindit e me, dhe pse i kam të dy të sëmur. Të dy vuajnë, si babi, mami, më mbajnë. Kalamajt i mbajnë, më mbajnë. Në fjalë me ato pak të ardhë i shpenzojnë për kalamajt e mi. Pak të ardhra. Son 60.000 lekë asistencë marë. Që nuk Mu janë 30.000 lekë i do autobusi që të shkoj goca në shkollë. Se ka shumë largë. Po me 60.000 lekë të vjetra? 60.000 lekë. Është e vështirë, e pamundur, jo e vështirë, po e pamundur për të jetuar. E bëja viziti, thosha Matia, ka marrë lekë, ka marrë ilaçe gocës në farmaci pa lekë, shko paguji. Nuk shkonte ti pagunte. Kur më shem asistencës, të shkon ti paguja. E dashur, çfarë ndodhi atë ditë kur i the stop martesës dhe ike? Kjo ka ndodhur përpara 6 viteve. Ju keni 6 vite që jeni ndarë nga bashkëshorti. Çfarë ndodhi atë ditë? Para 3 ditësh, pati një debat. Në familje? Në familje. E gjinte debatin kështu më. Të kota fare. Edhe i thash, unë do iki, do largohem, do iki. Pastaj fillovi prap. Si që ishe kështu kedera, më gjojti kështu kedera dhe rash. A i ku pastaj në punë vetë se ka 11-20 orë, unë mora gocën e vogël dhe ika. Nuk e njoftove? Jo, letër i lash kedera, ke shtëpia. I lej një letër? I lash një letër, i gjen kalamajt edhe nuk e japin. Dhe çfarë kështë shkruar në atë letër? Unë i shkruajta që palargohen ke prindërit e mi, mos më kërko. Por ajo letër nuk ra në dorën e ti? Jo, nuk ra në dorën atia. Se telefon nuk kisha. Ti ike te prindrit? Po. Çfarë ndodhi më pas? Kam ikur në polici, kam bërë deklaratën. Pra, herë e parë që ti shkon e denoncon? Po, herë e parë, vajta në polici dhe bërë deklaratën që po largohem, nga ku isha martur, po shkoj ke prindit e mi që mos më kërkoj burë, mos më thoj që morë gocën e iku, ose është e humbër, ose... E qartë. Dhe nga i moment, a i nuk të kërkoj më? Jo. Vëllezërit e ati kanë ardhur ke shtëpia ime, kursa i jo vetë. Por me vajzën e vogël që është... Në çfarë klasë shkon? Në klasë 6. Në klasë 6, Po. që ka qenë fare më e vogël kur jeni ndarë? 4 vjetë e gjysmë. 4 vjetë e gjysmë. 5 vjeç, 4 vjeç e gjysmë për 5 vjeç. Momenti kur ti je ndarë nga baba i saj, ka pasur marrëdhënia i me vajzën dhe në gjykat, çfarë u vendos për kujdestarin dhe detyrimin ushqimor? Ajo, gjykata mala mua gocën. Kujdestarin, po. Edhe i dhahet 80.000 lekësh për t'ja paguar muj për muj dhe kisha të drejtë që ta merrte hen 2 javë, mi fërsi që alla gjykata. Unë gocën e kam lënë ati. Kë shtëpia ja kam çuar, për ditëlindje ja kam çuar. Nuk e ke penguar? Nuk e kam penguar fare se është e atia. Është baba i saj. Nuk kam si ta muhaj, kurse ai detyrimet e gocës nuk ka paguar fare. Kur e takon i jep 20.000 lekësh. 20-30.000 lekë, po detyrime nuk ka paguar fare. Kur besoj ti ja ke kërkuar këto detyrime ushqimore? Ja kam kërkuar. Ja kam kërkuar, janë mesazhe gjitha aty, ja kam kërkuar. Dhe kush janë përgjigjet e ti? Nuk i jap. Përse? Nuk i jap, kur vi goca këtu ke unë i kam thënë unë ta kam lënë gocën. Sa ish një detyrim ligjor? Po, i kam paguaj ai sa të ka dhënë gjykata, nuk po të kërkoj më tepër. Paguaj ato se 60.000 lekë nuk më del. 60.000 lekë asistencë. Ajo do veshur, do mjete shkollore, do çan, do... Padyshim, është një kosto të rritesh një fëmijë. Po. Por atë vendim gjykate nuk e shkuar të zyra përmbarimore, sepse këto zyra janë enkas për të bërë ekzekutimin e atij vendimi. Ke shkuar të kërkosh ndim, por pse nuk e shkuar? Nuk kam shkuar. Janë dhe... Nëse ai nuk i dërgon këto para dhe ti i lutesh që këtë detyrim ligjor që ta ka vendosur gjykata, paguaj e çdo muaj, ai refuzon ta paguaj, ka zyra të tjera të posaçme që merren. Goca i ka shkruar pra babi, më jep detyrime se mami nuk munden. Ja ka shkruar vetë goca, nuk ja jep. Babi më jep përkurën që tash me mami të punoj mami, tash nuk ja jep. Ti kërkon që të largohesh nga Shqipëria. Po tani të marrë gocën të punoj, të laj borxhin e kësaj gocës tjetër. Nuk i kërkoj të më laj borxhin, se ja laj vetë, po të jap detyrimet të jap për prokurën që unë t'i të punoj të laj borxhin. Të të ndjerës, vajzë që të kesh një fëmijë në spital. Vetëm rruga që sa bënte, po
tjera pjesa tjetër, dhe janë futur në borxh, nuk e kërkoj borxhin, se djala i vetë, vetëm detyrimet e gocës, se t'japi prokurën. Vetëm këtë i kërkoj. Por një baba, një burr që mban emrin baba, duhet jetë i logjikshëm për të kuptuar që nëse marrëdhënia me nënën e fëmijëve ka mbaruar, ka ndodhur divorci, ajo përgjegjësia prindërore është e barabartë dhe të mendosh që një fëmijë ju është larguar nga kjo jetë, 25 vjeç, nga një sëmundje e rëndë, dhe ti është zhytur në borxhe, ke bërë gjithçka për ta shpëtuar vajzën, por nuk mundet dot, dhe ai jo vetëm që nuk të kanë ndihmuar me para, dhe ti po ja thuaj publikisht që nuk dua të më lash borxhet e vajzës së tjerë, por jep detyrimin të Detyrimin e gocës, se borxhet djala i vet, vetëm detyrimet jap. Dhe ai refuzon. Refuzon. Nuk ja jep. Unë uroj dhe shpresoj që ish bashorti juaj të na ndjeki ditën e sotme në këtë transmetim. Uroj që të na telefonoj, por mbi të gjitha të ndërgjegjësohet dhe të kuptoj detyrimet ligjore edhe ato shpirtërore që ka një baba ndaj fëmijëve të vet. Uroj të më ndjeki dhe të reagoj. Inshallah. Inshallah, ma vetëm për gocës është gjuna, pa është klas 6, ai shef shoqet e veta. Të ka pyetur, ajo sigurisht që ka kujtime shumë pak nga baba i saj kur keni jetuar të gjithë së bashku në familje, sepse ka qenë 5 vjeç kur jeni ndarë. Sot që është pak më e rritur, të ka pyetur ndonjëherë? Pa, i din të gjitha. Ka pyetur që pse je ndarë me babin? Pa. Është shumë e zgjuar. Ja ke shpjeguar? Pa. Ka ndikuar kjo në marrëdhënien e saj me babain apo dashurinë që ka ajo për babain? Nuk e kaq. Më shumë ja japun, i them, është babi jot, takoje, fol, nuk e pengoj. Më shumë ja japun, kurse është më tërhequr. Nuk e ka dashurinat. Refuzon ta takoj? Refuzon ajo, po të dhe mund prap po erdhi babi ke shkolla takoje, nuk e pengoj. Asa kam penguar se pengoj, sepse është babi ati, është prindëri ati, ase gocës. S'mund ta refuzoj. A i vjen e takon, vajzën? Ka ardhe ka takuar. Pra një muaj e takovi ke shkolla, e përmi makinë deri ke shtëpia. E dy ke rike prindërit e mi. Nuk e kam penguar. A i pavarësisht se thot, ti s'ma ke dhënë, po ja kam dhënë. Se kështu do, edhe ju kur të marrë, kështu do thoja i s'ma ka dhënë. Ndërkohë ja kam dhënë se kam fotot. E deshën në Pogradec, vjet, me gjithat gocën që kanë dorur jetë, i mori të dyja. Në shtëpi i kam çuar, i kam marrë, nuk e kam penguar. Sa i ka dashur nuk e kam penguar. Por sido që t'jetë, ajo që më the në fillim të programit që i ka lënduar vajza, duke edhe i mohuar, duke thënë që nuk jeni vajzat e mia, kjo është akoma më e rëndë. Këtë që kanë dorur jetë e ka shumë në maksimum. Këtë që kanë dorur jetë. Në të folur, nëse hapen telefonat, është zëri atia, ose mesazhet. Që i thoshte si e fëmia im. Ajo thoshte mami, pse thotë si e fëmia ati. Mbas edhe kjo i shfaq. Se nuk është gjë e lehtë më thonë. Shumë e rëndë. Mbas edhe kjo i shfaq në stomak, edhe. Të lëndosh fëmijën në këtë lloj forme, është gjë më e rëndë që një baba, apo edhe në të kundërt, një nën mund të bëjë me fëmijën. Po. Mbajti ke shtëpia, prapë nxorë, tha ik nga shtëpia. Ndërkohë që atë shtëpinë, kur kam vajtur, s'kam gjithë asë gjë aty, është ndërtuar me... Mundi dhe djersën tuaj gjatë martesës. Por divorcin e keni bërë, por ndarjen e pasurisë e keni bërë? Ja. Pse nuk e ke bërë ndarjen e pasurisë, ku është një shtëpi dhe të takon ty, pjesa jote? Dhe nuk e pse të rish të nëna dhe babaj, ku ke pasurin tënde. Po s'ka mundësi, me çfarë ta ndaj? S'ka mundësi me pagu një avokat. Për të ndjekur... Për të ndjekur procedurat, pa. Nuk ka mundësi. Dhe prandaj kemi lënë... E dashur Florika, një mbytur në lot, publiku nuk të shikon, por unë që të kam përballë, janë skuqur syt nga lotët, kështu që të bëjmë një pauzë të dyja, do kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashk live.
Mirë, jemi sërish bashk live dashur miq, ku ditën e sotme po sillim historinë e një 53 vjeçare me emrin Florika, e cila po tregon vuajtjet gjatë 30 viteve martesë. Nuk ka ardhur në këtë studio të kërkoj lëmosh, nuk ka ardhur në këtë studio të bëj viktimën, por ka ardhur në këtë studio të kërkoj ish bashkëshortit të drejtat e saj ligjore. E dashur Florika, ju na keni vënë dispozicionin numër të tij. Unë do tentoj ditën e sotme ta telefonoj ish partnerin tuaj, zoti Geg, me shpresën që ai do më përgjigjet. Kështu regjia do na ndihmoj, ta telefonojmë zoti Geg, ku ish partnerja po i bën thirrje live nga pagjurmë të pagoj detyrimet ligjore për vajzën. Kjo zonjë tregoi që ai jo vetëm që nuk e ka dashur dhe e ka dhënuar, por ai as fëmijët e vet nuk i ka dashur, i ka dëbuar nga shtëpia duke dhe i mohuar. Zilja po bie, për të qenë transparent dhe për të dëgjuar edhe zërin e këtij babai, i cili prej 6 viteve që ka ndodhur divorci, nuk ka paguar detyrimin ligjor për fëmijët e mitur. Ditën e sotme, kjo 53 vjeçare shoqëruar në ambientet e Report TV, me vajzën e saj të madhe. Përshëndetje. Po bie Zilja ende. Le ta kem pak audion e lartë këtu në studio për të dëgjuar edhe Zilën në momentin që mund të na përgjigjet zotria. Por 53 vjeçaria Florika është shoqëruar në ambientet e Report TV me vajzën e saj të madhe dhe me vajzën e vogël, e cila më dërgoi mesazhin në Instagram dhe më kërkoi, tentojmë edhe një herë regjia, dhe më kërkoi që nëna e saj të ishte pjesë e studios ton. Vajza e madhe tekstualisht, për qenë transparente, më tha që do doja të hyja në studio dhe të flisja, por është e vështirë të flas për nënën dhe babain tim. Ndërsa vajza e vogël mbushi sytë me lotë dhe mua sinqerisht më vjen keq nëse ato ndodhen në hallin e Reportit, kanë televizorin ndjekur dhe po na ndjekin live. Edhe pse vajza e mitur e di mirë këtë histori, nëna ja ka treguar, ja ka rrëfyer, por është prapë e dhimbshme të dëgjosh nënën duke qarë dhe duke treguar çfarë i ka bërë babai. Janë histori, drama shqiptare që, mirë, e mbyllim regjia, tentoj nga telefoni im për ta marrë zotin Gega, me shpresën që do më përgjigjet ditën e sotme, por jam e sigurt, por shumë e sigurt që pas këtij transmetimi, kur ai të njoftohet, do më telefonoj në orët e darkës. Më ndodh shpesh kjo gjë. Në orët e vona të darkës, ndoshta edhe kur jam përgati për të fletur gjumë, njerëz që më telefonojnë dhe duan të flasin. Prandaj tentoj dhe këmbgul që këto telefonata të jenë live, të jenë në transmetim live dhe zëri tyre të dëgjohet. Nuk do doja që kjo zonjë të vinte sërish në studio dhe të kishte një përballje me partnerin dhe gjërat të degeneronin akoma në ekstrem, por ta kemi zërin e tij sot. Do tentoj me shpresën që do më përgjigjet. Nëse zoti Geg është duke më ndjekur, të marri guximin, të hapi telefonin, dhe nëse nuk do të flasi, mund na i thoj nuk dua të flas publikisht dhe ne nuk e shqetësojmë më. Por ai duhet të di vetëm diçka, që është një vendim gjykate ku ka vendosur një detyrim ushqimor dhe ky person duhet të përgjigjet vajzës së vogël. Dashur Florika, nuk na i hapi. Ndoshta mund të jetë dhe në punë, mos ta paragjykojmë. Mund të jetë në punë. Dhe Maqedonia ai. Prandaj punon. Zilja bie, është numër shqiptar. Nëse ai është jashtë territorit të Shqipërisë, telefoni nuk do... Mbase do edhe këtu. Mbase do edhe në Shqipëri. Por mund të jetë edhe në punë dhe mos ta paragjykojmë, le ta presun telefonatën në orët e vona apo edhe qoftë dhe nesër, le të më telefonoj dhe të flas me zotrin. Por dua të pyes, por marrëdhënia e këtij babai me fëmijët e tjerë si ka qenë? Mirë me të ndjerën, ma tregove dhe ishte shumë e dhimbshme dhe me vajzën e vogël, por me fëmijët e tjerë, me dy të tjerët? Kështu ka qenë dhe me dy të tjerë, me të 4 fëmijët. E njëjti ka qenë. I dhunonte, i flisti, i shante, i fëndonte. Me fjalë të njëjtën ka bërë, si me gocën e madhe, si me gocën e vogël, me 4 kalamajt. A shkojnë fëmijët e tjerë te babai, e takojnë? Kanë shkuar. Por jo që t'i afroj, jo që t'ket afrimitet, i ati, nuk ka. A jetoni vetëm? Vetëm.
Në banesën që... Po, në banesën që kemi bërë të përbashkët, se kur kam vajtu s'kam gjetë shtëpi. Shtëpit janë bërë mas martesës. I ke kërkuar pjesë të shtëpisë? I kam kërkuar. Dhe çfarë të ka thënë? Janë të mijat. Janë të shtëpia të mia, s'ke punuar. Ndërkohë që unë isha shtazane me kalamajt, edhe bëjam vetat betonin, se s'kishim atëherë betoniere, bëshën vetë me kraha, me gur, me çdo gjë, bësha vetë, edhe pse isha shtazane me kalamajt. Janë bërë me duart e mia. E qartë, kuptoj, këta njerëz vetëm një vendim gjykate Po. mund t'i vendosi dhe të kuptojnë që ajo shtëpi kur ndërtohet gjatë martesës ndahet me ish partnere. Janë të mia, thot, kam shtëpitë e mia. Por nuk i dhimsen që fëmijët të rinë? Po të kishte dhimbësëri, nuk do ma zishte gocën nga banesa. Kështu që... Po raportin fëmijët si e kanë me xhaxhallarët, me njerëz të babait? Nuk flasë, sidomos tani që vdiq e motra, bën shumë debate dhe nuk flasin. Debate për çfarë? Ata doshin të avarosin në velindjen e vetë, në Veço, se atje kam qenë. Po? Edhe unë e lash të përbashkët në bashkinë e Presi, si ta kishin të përbashkët. Si ti si nën edhe ai si baba? Po, i thash, a di që vdiq, i thash, ne do ta lëmë të përbashkët, as atje dhe as ku jam unë ke prindit e mi, do ta lëmë në bashkë, aty ke varresat që janë të prenjësit. Po? Aty e varrosën, ata erdhën në dinë e varrimit, me fjalë se as karamele nuk morën, as buk nuk hangërën atë ditë, vetëm sa erdhën dhe ikën dhe bën debate me familjarët e mi. Edhe me djalin bën debate dhe nuk flasin fare, nuk kanë fare. I kanë shkëputur kontaktet me vdekjen e vajzës. Përpara se ta mbyllim këtë program me një mesazh që ti i drejtohesh ish partnerit, unë dua të bëj dhe shkputjen e fundit në këto momente, dua të prezantoj dashurisht një suplement ushqimor i cili quhet Prostatol. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. E kam zotrin. Zoti Gega, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Odeta Dumi, një gazetare nga Report TV nga emisioni Pa Gjurmë. Po. Jam në studio në transmetim live me ish bashkëshorten tuaj. Po. E cila më tregoi dhimbjen që ka kaluar me ju, dhunën që ju keni ushtruar për vite të tëra. Po. Nga mohimi i fëmijëve. Po. Kur më thuaj po i pohon, se s'pari do ta kuptoj. Qa të të mojën të qa të 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 pas e shtu, i merë dhe letra në të gjukata të vëllë. Ku e boj gjyqe ti? Zotri. Po. Ngushëllime për humbjen e vajzës. Faleminderit shumë. Kjo është një dhimbje shumë e madhe. Çdo prind që fatkeqësisht e ka provuar. Zotin dhe shpëlbezën. Por sinqerisht, unë ndjeva keq kur një nën më tregon në studio që vajza që më shlarguar nga kjo jetë, babai e ka dëbuar nga shtëpia dhe i ka thënë që nuk je vajza ime. Po, vazhdo. A ke një përgjigje ç'a mund të vazhdoj më? Ky është ekstremi. Mund të vazhdoj dot më unë të bëj pyetje? Kam një përgjigje. Kush është përgjigja juaj? Përgjigja ime është që ka qenë të vjetë në korrik, edhe i ratë në të pasë, e gultemet i ke bërë në në ratë, i kam bërë edhe patentën, edhe i kam bërë të gjitha. Dhe to fakte, me qo se ekzistojnë, unë, jo pa gjyqit, po pa detajt. Më vjen zërë, më vjen shumë zërë të përgjigjem shumë. Mund t'i kthehem? Po, mund të flasësh, Florika, mund t'i flasësh. Vetëm mos u kthe mbrapa aty ku je, mund t'i flasësh. Po, kur nxorë gocën nga shtëpia dhe u fut nga dritarja dhe i ke thënë pse u fute nga dritarja, të ka ardhur djali i madh, djali jo, se ne një djalë kemi, të ka folur pse e ke nxjerr gocën. Pse se tregon të vërtetën? Pse ja mbyllë derën ti ja more çelçat? Po, e vërteta është kjo. Po. Dash me gjukat, dash me Kur'an, dash me Bibël, që tuta, ajo më të vërtet në emën tremet, i kalon tjetët e në këputës ku një për herë. Zotri, nuk kemi as xhami, as kish tani të zëmbe Kur'an e gjëra. Ne kemi një vendim gjykate, zotri, që ti nuk e ke zbatuar dhe nuk e dhënë asnjë kontribut për atë vajzë të vogël. Dhe nuk dua të diskutojmë për vajzën e madhe, të lutem, se ajo është në parajs tani, dhe është e dhimbshme të diskutojmë një fëmijë që është larguar nga kjo jetë. Inshallah, të gjithë këtë puna.
Pse nuk vej edhe mund studiet balla kjo që me tonë përballë? Kur të dush ti? Kur të duash ti? Kur të doja i, unë jam e gatshme. Atëherë kur të duash, unë do të pres, të vish në këtë studio. Se unë e kam kërkuar, unë s'kam folë në ako që më donë, nuk e kam kërkuar për balla një herë. Dakor, zoti Geg, e mbyllim kështu këtë transmetim, flasim pas kuintave, sepse kjo zonjë ka ardhur që sot të jepte një mesazh me besimin që ti nuk dëshirohet ishe përballë saj. Je e gatshme? Pa. Dakor, zoti Geg, e mbyllim kështu, të falenderoj që mu përgjigje dhe takohemi bashkë në ditët në vijim, live në këtë transmetim. Të falenderoj e dashur, do jemi bashkë sërish në kontakt për ta vazhduar të gjithë të histori dhe me shpresën që të ndërgjesojmë me këto histori të rënda. Mirupafshim bashkë dhe ju që mendoj që ditën e sotme, takohemi nesër live me një tjetër histori. Nesër do t'jemi me historinë e Remzi Hoxhës, zhdukja e shqiptarit nga Maqedonia përpara 30 viteve këtu në Tiranë. Ekskluzivisht familjarë do t'jenë në studio, por edhe një panel që po përgatitet për të nxjerrë fakte mbi këtë histori. Takohemi nesër, mirupafshim.